Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua në këtë minutazh, dua në këtë përmbledhje të flas për Kiara Titon. Në fakt ka patur shumë lajme për Kiarën, për një shtatzani të mundshme. Të gjithë e prisnin që në ditëlindjen e Luizit mund të ndodhte një diçka, por unë nga informacione që kam arritur, do me thënë të siguroj pranë çiftit, kam arritur të kuptoj që aktualisht nuk është se ka ndonjë gjë serioze. Do me thënë Kiara dhe Luizi janë duke bërë planet për shtatorin që e kemi në prag të derës, nga që jemi pothuajse në mes të muajit korrik, na ka mbetur edhe një muaj e gjysmë pushime për t'ju rikthyer fuqishëm sezonit të shtatorit, një sezon që do të jetë i ngjeshur për Luizin edhe për Kiarën. Nga informacione që kam arritur unë të kuptoj, Kiara do të jetë përsëri në rolin e prezantueses në Portokalli, me patjetër që do të ketë edhe një rol të rëndësishëm tjetër në televizionin Top Channel, që nuk kupton mund të jetë edhe në platformat si Big Brother apo më gjër, aty ku Kiara në fakt ka shkëlqyer gjithmonë, dhe Luizi është duke punuar me një intensitet shumë të lartë që t'i rikthehet fuqishëm medias, do me thënë do të kemi shansin edhe fatin që Luizin ta shohim në një stil krejtësisht ndryshe, në stilin e moderimit, gjë që në fakt ne nuk jemi mësuar ta shohim më parë dhe nuk jemi mësuar që ta ndjekim më parë Luizin në atë lloj konotacioni. Luizi është duke punuar me shumë përkushtim për këtë drejtim, do me thënë nga informacione që kam arritur unë të marr, skena po punohet, do të jetë një skenë gjigande. Emisioni që do të sjellën Luizi nuk do të jetë një emision i thjeshtë, do të jetë një emision me shumë ngjyra, me shumë botë, me shumë adrenalin, që me patjetër që të gjithë shqiptarët do t'i bëj për vete dhe do të pasionohen me fenomenin Luizelli. Kjo e bën edhe më të veçantë fenomenin. Por me patjetër publiku më thotë Tirona do t'ishte e bukur që familja Eli të shtohej pak më shumë, do me thënë Kiara të vinte në mënyrën më ndryshe, do me thënë të vinte të prezantonte në këndin e një nënës së re të ardhshme. Unë në fakt do kisha dashur shumë që të ishte e tillë, do kisha dashur shumë që të bëheshte kjo gjë, por siç duket çifti akoma nuk kanë në plan për të investuar në këtë drejtim dhe për të realizuar, do me thënë, atë ëndrrën, atë dashurinë të bukur të tyre. Mua më pëlqen që Luizi dhe Kiara po punojnë të dy së bashku, do me thënë po investojnë të dy së bashku në rrugtimin e njëri tjetrit, dhe kjo i bën që të ndjehen sa më shumë të veçantë, dhe kjo i bën që të ndjehen sa më shumë në qendër të vëmendjes. Ju uroj të gjitha të mirat dhe shpresoj që të na vinë me lajme të bukura.